Lulzim Basha ka prezantuar në njësinë 8 kandidatin e koalicionit Euroatlantik për qarkun e Tiranës, Pollum Seferin. Ky i fundit gjatë fjalës së tij ka vlerësuar qëndrimet që janë mbajtur nga personat që janë bashkuar grupimit të tyre politik. Njerëz të rrallë me zemër të madhe, që din të durojnë dhe të qëndrojnë, që din të mbrojnë të drejtën dhe parimin, që din të përballojnë çdo lloj sulmi dhe sikleti, siç kam njohur në grupimin tonë politik, nuk kam njohur kurrë më parë. Për kandidatin Seferi, futja në garë për deputet është një mision. Fajsimi i njerëzve është diçka e shenjtë. Është diçka që lidhet vetëm me zemrën e njeriu. Gjatë takimit të zhvilluar me banor të njësisë 8 në Tiranë, fjalën e morën dhe disa qytetarë, të cilët vlerësuan kontributin e dhënë nga kandidati Seferi ndër vite. Vleret e Pollumit si besimtar. Besimtari është ai që sprovoi. Dhe për këtë janë të gjithë dëshmitar që Pollumi është sprovuar. Dërsa vet Lulzim Basha e cilësoi si një njeri të drejtë dhe u bëri thirrje të pranishmëve që është koha që ata të ecin për krah Pollum Seferit. Keni ecë për lloj-lloj njerëzish. Tash është dita të ecim për Pollum Seferin, se kemi ecë për njeriun e drejtë.